Arber Hoxha luajti dje si titullar për Dinamon e Zagrebit, ndërsa klubi kroat zhgënjeu. Dinamo u mposht me rezultatin 1-3 nga Genk në Kroaci, ndërsa Hoxha qëndroi për 70 minuta në fushë. Për performancën e tij dje është përfshirë në formacionin e javës së Ligës së Evropës nga SofaScore. Hoxha është pjesë e formacionit të ndërtuar me skemën 4-1-3-2, duke mbajtur vlerësimin e lartë 8.4. Dje pati një goditje në portë e cila u bllokua nga kundërshtari. Në total ishte 44 herë në kontakt me topin, ndërsa realizoi 2 driblime. Sulmuesi kombëtares dha 20 pasime të sakta, ndërsa një krosim i tij ishte i saktë. Kështu ishte edhe më i vlerësuar dje sipas statistikave nga skuadra e Dinamos së Zagrebit.